stimulimi i aktiviteteve kulturore dhe sportive për të rinj, bursat komunale për studentë dalluar. Faleminderit tjeta. Për 4 vite tashme programi jon përmbledhet në 5 shtylla kryesore. Prioritetet janë këto: siguria dhe integrimi, garantimi i rendit dhe qetësisë publike në bashkëpunim me institucionet e Kosovës. E dyta është zhvillimi ekonomik. Do të mundsojmë lehtësira për bizneset lokale dhe mbështetje për bizneset e vogla artizanale të zonës, nxitja e investimeve të reja, hapja programe për punësimin e të rinjve. E treta është rinia dhe arsimi, stimulimi i aktiviteteve kulturore dhe sportive për të rinj, bursat komunale për studentë dalluar, krijimi i hapësirave publike për aktivitete rinore. Shtylla e katërt është infrastruktura dhe mjedisi, rregullimi i rrugëve dhe ndriçimi publik, menaxhimi i mbeturinave, zhvillimi i projekteve të gjelbra parqeve në lagje. Shtylla e pestë, shëndetësia dhe mirëqenia sociale, përmirësimi i shërbimeve shëndetësore në qendrat ekzistuese, mbështetje për familjet në nevojë dhe kategoritë e marginalizuara dhe fushata për parandalimin e sëmundjeve dhe kujdesin parësor shëndetësor. Duhet me theksu që këto janë edhe 5 shtyllat kryesore ku mandatin tim 2 vite, 4 muaj kemi punu. Tu pas parasysh gjitha sfida që i kena pas për shkak specifikave të 4 komunave veriore të Republikës Kosovës, të e përfshi edhe komunën ku unë qeverisi, me gjitha sfidat dhe me gjitha komplikimet politike. Në këto 5 shtylla, mendoj se deri tash e kemi bërë një dallim kështu qendësor.